investitor në nivel të ulët ekonomik ose me pak para, po duhet përcaktoj nëpërmjet asaj agjencie të zhvillimit që të gjithë projektet shqiptare janë, po flas me numra a priori, po themi 5 zona, 6 zona, 10 zona, to janë zona strategjike të cilat nuk mund të lejohen ndërtime të rastësishme ose të vogla, po këto do t'i përkasin investimeve strategjike, kush është investitor është i interesuar të bëjë këto projekte, duhet të hyjë në këto zona. Për shembull, të marrim po themi pjesën e detit Adriatik që është pjesa e Lezhës dhe Veriut, pjesën e Durrësit, pastaj vijmë në Kavaj, në Karpe, në plazhin Generalit me radhë që u fol disa herë që do ketë një investim gjigant atje, e të vim deri poshtë më vonë. Kështu që kësaj qeverie gjithmonë i ka munguar transparenca dhe ne i kemi mësuar gjithçka kur ka përfunduar në një farë mënyre, kur gjërat janë bërë të gatshme, thjesht ka filluar investimi dhe ne jemi ndodhur para një fakti të kryer, edhe pastaj aty në farë është e pamundur edhe të reagosh. Po mendoj që ka ardhur. Nuk jeni pro këtij modeli ekonomik të biznesit, pra mënyra si po bëhet. Jo, Shqipëria normalisht ka nevojë për investime. Shqipëria akoma ka nevojë për investime, është një vend, duhet jetë një vend i hapur për investime pa diskutim, po këto duhet bëhen transparente, patjetër me publikun, duhet bëhen transparente pa diskutim me të gjithë pjesën e zonave, e komunave, e fshatrave në të cilët ajo do të kalojë, sepse ndodh rasti pastaj që ndodhi me rastin në Palas me fshatarët që mungoi ujiti. Kështu që duhet vënë piketa që këto mos të jenë thjesht në dorën e qeverisë, edhe thotë unë vendos këtu dhe ju tjerët nuk keni më punë sepse unë kam marrë votbesimin e qytetarëve edhe unë dua ta bëj kështu. Nuk mund të funksionojë kështu, mendoj unë, demokracia. Demokracia nuk është kjo mënyra që unë i kam të gjitha dhe unë vendos për të gjitha, duke përjashtuar pa diskutim pjesën e të gjithë atyre qytetarëve edhe popullsisë së komunave që preken, edhe fshatrave që preken nga këto investime, sepse duhen parë jo vetëm zhvillimi i asaj zone, po duke zhvilluar zonat, normalisht duhet zhvillohen edhe po themi gjithë ato pjesa e komunave edhe e qytetarëve që janë banor të atyre komunave. Se ndodhi në tash në njërë Palas, nuk ishte më ujë, nuk ka ujë dhe shkëshin merreshin ujtin ke fshati lartë. Edhe fillojnë edhe pasaj për plasë. Te kjo që përmend Palasin dhe problemet me ujin aty, por edhe me infrastrukturën në tërësi. Mendoni që nisu nga ky fakt ndoshta Sazani s'ka për të bërë kurraj projekt atje? Po, mendoj që është projekti Sazanit është pavarësisht është shumë, po them ashtu si kemi parë, është shumë i bukur, investimet më mëdha, po flasim nga pjesën nga ana ekonomike, nga pastaj edhe pjesa nga ana strategjike, edhe çfarë prek pjesë të tjera, është ushtarake, është pjesë tjetër, por flasim në këtë aspektin që ne e gjykojmë. Ktu është një projekt madhor, por unë mendoj që është i vështirë për të realizuar. Edhe shpesh si këto investimet që duan vite dhe vite dhe vite, edhe këto pastaj shuhen momentin që ai investim del mas 6, 7 ose 10 vjetësh. Ne kemi një pallat 20-25 katësh edhe duhet 5 vjet ta mbarosh një pallat në Shqipëri. Jo më të bësh po themi një projekt gigant me hapësira aq të mëdha se çfarë lloj investimesh duhen. Ne bëjmë një aeroport të Vlorës, të cilën akoma s'ka mbaruar, ka 3 vjet, akoma nuk ka mbaruar, thjesht investimi ka qenë shumë i madh, shumë i rëndësishëm, shumë e vlerë, po akoma nuk ka mbaruar, që janë investime që nuk shtrihen në periudhë të shkurtër kohë, janë investime që kërkojnë kohën e vet për t'u shtrirë edhe për t'u realizuar si investim final që në një farë mënyrë edhe ta ndejmë peshën e kthimit të atij investimi në ekonominë shqiptare. Po të investosh Shqipëri nuk është shkollaj, e kanë thënë, e themi ne, e kanë thënë edhe shumë grupe të tjera të atyre grupeve të dhomave të tregtisë të ndryshme. Edhe amerikanët kishin një edhe amerikanë edhe të tjerë me radhë
të jesh investitor në Shqipëri është e vështirë, sepse vështirësitë e para fillon që nga problemet e pronësisë, të cilat nuk u zgjidhen kurrë, edhe si duket nuk kanë ndërmend të zgjidhen kurrë. Pastaj plus ato vështirësitë e veta që deri diku i ka ekonomia shqiptare, ato vështirësitë, edhe menaxhimi, edhe administrata në Shqipëri, janë ato problemet. Po leje si këto probleme dytësore të administrimit në farë mënyrë zgjidhen, sepse mund të hyjë qeveria ndërmjetëse edhe i zgjidh kollaj. Problemi i pronës pastaj është një problem shumë madhor, i cili nuk i përket vetëm qeverisë, por i përket edhe drejtësisë, edhe gjykatave, të cilët fjala e fundit takon atyre, dhe një investitor pa një vendim gjykate ose pa një procedurë të qartë të pronës nuk është kollaj të vi të investojë në Shqipëri. Iki dhe diçka të fundit kam, se në fundit e gjithë biseda rrotohet rreth turizmit, por si është tecuria këtë vit, si shikoni projeksionet, si është nisja? Në fakt kemi folur ka 2 muaj që kemi folur për turizmin. Nisja në farë mënyrë ishte shumë e mirë, edhe nga disa kontakte që kemi me biznese, me subjekte të cilët operojnë në këtë fushë, kanë qenë të kënaqur, pa diskutim kanë qenë të kënaqur. Është më e mirë se viti i kaluar, ka pasur goxha më shumë rezervime, prenotime. Tani thonë që protesta i ka bërë dom, po themi, turizmit. Unë mendoj që akoma nuk është ndjerë, sepse këto lloj protestash nuk e dëmtojnë në farë mënyrë ekonominë dhe turizmin në përgjithësi. Ne kemi pas protesta shumë më të mëdha, edhe më të dhunshme se sa këto, që kanë zgjatur edhe me ditë. Kemi pasur edhe bllokime me ditë, edhe të bulevardeve, me ato protestat e grevave të urisë e me radhë. Në vitet e kaluara, pa diskutim që në farë mënyrë ekonomia e gjeneron këto lloj protestash, ekonomia e gjeneron shumë shpejt atë humbjen e vet që mund të ketë për momentin, po megjithatë, në si përfundim mund të them që këto lloj protestash nuk e dëmtojnë turizmin, përveç se ne turizmin vetë mund ta dëmtojmë me dhunën që mund të ushtrohet, me reklamën e keqe që mund të bëjmë, me dashje edhe pa dashje nëpër media edhe social media të situatave që po kalon Shqipëria. Po unë mendoj që situata është e qetë, protesta është model pa diskutim, edhe nuk mund të ketë ndikim në përkeq në ekonominë shqiptare, pavarësisht disa mendojnë që edhe jahudhin duhet ta shuajnë në farë mënyrë protestën, e thënë që po dëmtohet ekonomia, po dëmtohet turizmi. Unë mendoj që situata është e njëjtë me vijshmërinë e vet. Ka disa kohë që ne nuk se ishim mësuar me këto shifra her pas hershme. Jo hyn kaq milion turistë këtë muaj, jo hyn aq milion turistë muajin që shkoi, jo po viti kaloi ishte më kaq. Këtë muaj nuk kemi më po themi shifra të tilla, edhe nuk e dim që vërtet këto shmangin qëllimisht për të mos dhënë po themi atë realitetin, apo vërtet ky protestë nuk ka ndikuar fare po themi në sezonin turistik, dhe turistët vazhdojnë të vinë një lloj siç edhe më parë, edhe sipas parashikimeve dhe prenotimeve të tyre. Idit, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit.